nëse njerëzit të shajnë dhe të ofendojnë dije se je akoma gjallë. Sepse njerëzit flasin mirë vetëm për njerëzit që ikin nga kjo botë dhe që vdesin. Në momentin që ti vdes, të shikosh të gjithë në rrjetet e tua sociale apo do bëjnë ato komentin, ua sa i mire, gjuna, si ike, si na le, ose në rrjetet e tyre. Pra, nëse njerëzit të shajnë, di se je akoma gjallë, nuk e vdek akoma, kur vdesësh do gjosh fjalë të mira. Kjo është e thonjër, fakt i kryer. Dhe mbi të gjitha do kuptosh diçka që dikur vdekja quhesh kronik e zezë, kurse sot quhen kronika rozë. Është kthyer vdekja në një lloj showbizi të papam. Unë nuk e dija, nuk mendoja kur që do jetonim në këto ditë edhe do vinte kjo dita që do ta shikonim. Unë kam zgjedhur që kur kam qenë fëmijë, kam dashur që të isha një person publik. Prekja televizionit dhe falditës ja kam arritur dhe doja që të rria një person midis të thjeshtës dhe atij personit publik. Patjetër që ti je një person publik, patjetër të ndihmon të arrish disa gjëra në jetë dhe ka një feedback shumë të mirë, por kjo nuk do të thotë të cënosh privatësinë e disa gjëra të tjera, pavarësisht se ato cënohen duke qenë se je të gjithë kohës që të njohin. Dhe nuk ka privatësi për disa gjëra. Por vdekja sot është kthyer për klikime. Sot nëse vdes dikush dhe nëse ti nuk je i famshëm, bësh i famshëm dhe merr vëmendje vetëm se ke publikuar një foton time të vdekur. Vetëm se ke bërë një status për mua. Nuk e kuptoj çfarë po bëhet të qenit personazh publik. Vetëm sepse ti del në mbështetje dikujt dhe i komenton dikën. Kemi arrit në një pikë dhe në një kulm që është vërtet e frikshme. Prandaj mos u mërzisni. Mos u mërzisni kur shikoni çuditëra tjera shqiptare apo vetëm në Shqipëri, sepse nëpër botë kanë vdekur personazhe që janë lider botror. Dhe kur ka ardhur puna, telefona nuk ka pasur nëpër duar, nuk ka pasur këto gjëra që ndodhin në Shqipëri. Domethënë ne vdesim për pak vëmendje dhe për pak famë. Shumë e frikshme. Dhe Gjeshpishta tha një fjalë shumë të mirë kur tha do vi dita që shqiptari do të prohet dhe do krenohet me turpin e tij. Dhe fiks kjo është dita. Njerëzit sot krenohen kur bëjnë një gjë që dalin, e thon, e shajnë, bëjnë një gjë jashtë normale se thon s'ka si unë, se unë kam paran, unë kam këtë gjë. Më jep edhe mua. Të bëjmë dhe unë si ti, me që kjo që nga gjë e mirë, se unë nuk jam e mirë. Unë kam zgjedhur të jem kjo. Të ndjek edhe botën e artit, televizionit, të ndjek edhe këtë gjë tjetër të thjeshtë, sepse janë dy gjëra të ndryshme nga njëra tjetra. Privatësia është privatësi dhe televizioni është televizion për të ndjekur ëndrat. Sot nëpër media ne nuk po shohim më shembuj rinor. Më bëhet një pyetje shpesh edhe nga ju që më vjen në privat ku më thoni pse nuk po del më nëpër televizion. Ende nuk e kam një projekt. Që unë vërtet dal aty dhe të flas, për çfarë do flas? Për çfarë do të flas? Për çfarë projekti të flas? Për jetën time personale? Të flas për ato bullizmin online apo fizik apo ku ta di unë e tjera dhe tjera? Të bëj muhabet kët. Që do me thotë të mbushim thjesht portalet që me imazhin tim apo të marrin lek. Pra ne po jetojmë në një kohë sot që nuk po di më se çfarë po bëhet. Nuk flasim vërtet për vlera, po flasim për gjëra ekstremisht jashtë kontekstit njerëzor. Dhe për këtë gjë më vjen shumë keq, sepse bëj dhe vetë pjesë në këtë vend, kam zgjedhur pavarësisht se të gjithë kemi ikur jashtë, kemi punu, kemi ardhur, të gjitha edhe unë kam qenë jashtë, po bizneset e mia nuk i kam ndërtuar jashtë, i kam ndërtuar këtu, sepse këtu është vendi im. Dhe guri rënd në vend të vet, nuk ndërtohen gjërat në vend huaj. Sa do i vështirë të jetë ky vend, sa do i keq, ky ka mundësira shumë të mira për të bërë. Se të gjithë thonë nuk bëhet në Shqipëri, po të gjithë këtu vinë, punojnë, investojnë, e ndërtojnë. Të gjithë ne që ikim. Dhe për këtë gjë shumë e keqe. Se të gjithë themi nuk bëhet ky vend, e adresojmë që ky është një vend i keq, nuk bëhet dhe në fund bëhet çdo gjë.